Përshëndetje miq të televizionit Shpresa. Çdo ditë shohim abuzimet që bëhen me parat e taksapaguesve shqiptar. Ku shkojnë parat tona? Pensionistët paguhen me $80 në muaj, ndërsa avokatët e huaj paguhen me miliona dollar. Ku shkojnë parat e shqiptarëve? Pikërisht për këtë do të flasim sot me qytetarët. Si e shihni ardhin e një avokati të huaj për gjyqin e Veliajt? Po Veliajt ne qoj për burë të mirë, po nuk e di me këto problemet që ka. Qose ja serioze, atëherë do të maj përgjithësi. Po, pensionistët shqiptar paguhen nga $80 në muaj, ndërkohë shohim që taksat tona nuk e di ku shkojnë. Avokati i huaj merr miliona dollar që vjen në Shqipëri. Si e shihni, është abuzuar me taksat e shqiptarëve? Ka ba personal, qose ka ba personal. Po personal, po ku i gjeti gjithë ato lekë Veliaj? Se do miliona dollar që të vi një... Soros, ka financuar tjetër. Se ka financuar Soros? Po pa tjetër, se këto po shumë ja lidhur. A keni ndjekur situatën aktuale politike në vend? Gjyqin e Erion Veliajt ku ka ardhur një avokat i huaj. Si e shihni? Avokati i huaj nuk u pranua në gjyq dhe thuhet se është paguar me miliona dollar. Ku janë gjetur këto parat që është paguar avokati? Parat tona janë. Parat e shqiptarëve? Po. Se pensionistët paguan $80 në muaj, kurse avokatët e huaj miliona dollar dhe nuk futen në gjyq. Edhe duhet për jetën. Si e shihni ju? Ka punu për diti, ka fitu paret. Ku i ka gjetur paret? Paret, a dje se ku i ka gjetë. Paret nga qielli nuk vi, paret tona janë, nga taksapaguesit. Profesor Pullum Pilinçi, kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, bëri një deklaratë para se të vinte avokati, që do të vinte një avokat i huaj për Erion Veliajt dhe nuk do të pranojë në gjyq. Dhe ditën që ishte gjyqi, pra ditën e dieshme nuk u pranua avokati. Si e shihni ju deklaratën e tij? Shumë e drejtë. Mendoni se do kontrollohet nga Amerika? Menohet që Amerika ka poshtu këtë vend, dhe sa ka spakun e ka të gjitha dhe i drejta, po smerët vesh hala puna. Ju si qytetar, duke parë gjithë të abuzime, mendoni se duhet të lirohet Erion Veliaj apo zyrtar të tjerë që janë në qeli, apo gjithë secili duhet shkojë ku e meriton? Erion Veliaj, atë nuk e vlerësoj dot unë, si qytetar. Si mendoni ju, domethënë duhet... Mendoj që nëse ka bon faj, ai duhet të shkohet se s'ba. Nëse s'ka bon faj, duhet të pranë familjes. Kjo është menimi im. Tani ka tjetër nuk futen në burg. Ose para se lloj shkelje si që pretendojnë këto. Gjithë taksat e qytetarëve të Tiranës po e marrim. Ku shkojnë? Tendat e njëjtë tjetër ka shumë burime financiare që çakullen në bashki, që po atë në mënyrët e atyre se si kanë përfituar. Tani do japin llogari, s'ka çaj po. Duhet japin llogari, faleminderit. E shihni ardhin e një avokati të huaj për gjyqin e Veliajt? Nuk di sa përgjigje të jap, por që ndoshta mund të jetë funksionale, ndoshta jo. Thuhet se avokati ka marrë miliona dollar. Ku janë gjetur këto para? Janë parat e taksapaguesve shqiptar? Nuk besoj. Apo jo? Nuk besoj. Unë nuk besoj. Po si ka bërë Veliaj gjithë këto para? Sepse miliona dollar për një avokat të huaj dhe nuk kishte funksional sepse gjyqi nuk e pranoi. Nuk besoj, por që edhe kjo akuzë që i bëhet Nëse nuk është akuza e drejtë? Deri diku 50% është e drejtë, 50% jo. A do të ketë një lirim të Veliajt sipas jush? Edhe mundet. Edhe mundet. Mendoni se duhet të jetë krye të Tiranës? Sepse unë shoh gjithmonë ndryshe. Nuk shoh gjithmonë çfarë mendon shumica. Edhe mundet. Profesor Pullum Pilinçi bëri një deklaratë para se të vinte avokati që avokati huaj që do të vinë nga jashtë për Veliaj nuk do të pranohet në gjykat. Dhe dje avokati nuk u pranua në sallën e gjyqit. Si e shihni ju deklaratën? A kontrollohet nga Amerika? Unë them më shumë nga Bashkimi Evropian, pastaj edhe nga USA. Si kaluat? Nga televizioni Shpresa jemi. Si e shihni ardhin e një avokati të huaj për gjyqin e Veliajt? Mos më ngatro me këto gjëra, se nuk marr vesh fare. Nuk më hyn në punë. Po situatën politike keni ndjekur? Nuk e ndjek hiç. Po mirë, pensionistët marrin $80 në muaj. Ndërkohë taksat e shqiptarëve ku shkojnë? Tani do e zithun plaka tani. Jo, si mendoni ju, them, ku shkojnë? Ku shkojnë? Atje ku kanë shkuar vam 34 vjet. Jeni të kënaqur me pensionin që merrni? Po çfarë do bëjnë, vras veten? Si e shihni ju ardhin e një avokati të huaj në Shqipëri? Besoj është shumë mirë, po Shqipërinë edhe Shqipëria do ecë domethënë edhe me politikat e jashtme,
edhe ndikon shumë mirë edhe në Shqipëri domethënë. Po si do eci, sepse pensionistët marrin $80 në muaj, ndërkohë taksat e shqiptarëve nuk dihet ku shkojnë. Avokati i ardhur paguhet miliona $. Po prandaj janë gjitha organizatat ligjzbatuese edhe do procedohet çdo gjë edhe drejtësia do vijë në vend. Profesor Pullum Pilinçi ka deklaruar se avokati huaj nuk do të lejojë në sallën e gjyqit. Dhe dje avokati nuk u lejua nga organet gjyqësore. Për këtë nuk kam informacion. Me ligj avokati huaj nuk lejohet të ushtrojë profesionin në Shqipëri, por duke qenë se ai është paguar miliona $, lind pyetja ku janë gjetur këto para. Atëherë do i pyesim organet kompetente edhe aty mund të marrësh informacion. Nëse janë paratë e taksapaguesve shqiptar? Aty të organet kompetente. Faleminderit. Si e shihni ju ardhin e një avokati të huaj nga jashtë për gjyqin e Veliajt? Unë s'kam asnjë informacion dhe Ka ardhur një avokati huaj nga jashtë, nuk u lejua të futej në sallën e gjyqit, sepse me ligjin shqiptar nuk lejohet që avokati huaj të ushtrojë funksionin në Shqipëri, por thuhet se avokati është paguar miliona $. Tani lind pyete ku janë gjetur këto para? Paratë e taksapaguesve shqiptar apo? Po tani këtu është bërë si mod. Vjedhja është folur për të gjithë. Që nga kryeministri, që nga presidenti më radh. Tani ku e dimë nëse nga vinë këto para? Mendoni se drejtësia duhet shkojë tek gjithë? Është e vështirë të bëjë drejtësia në Shqipëri. Shqipëria është vendja i dutë. Ka, patjetër ka korrupsion, po shumë zyrtar të lartë janë në burg, edhe Erion Veliaj, edhe Ilir Meta. Se spaku do ishte vërtet për të kryer atë funksion, do ishin shumë të tjerë në burg. Ka shumë që po përflitet. Politika, për mendimin tim, themu ka ardhur koha që po flitet shumë gjëra. Në kjo se der dije par dije, thua kjo është sekret, kjo është shumë, tani po fliten gjëra apo. Unë mendoj se i ka ardhur fundi botës. Unë jam me atë, gjithmonë me idenë, sepse depopullimi i popullsisë do bëhet, renderi i botëror do bëhet, edhe popullsia do shkojë drejt një skartimi madh. Është lojë politike sa ja. Lojë politikës. Mendoni se do të lirohet sipas jush? Mendoni se duhet lirohet apo duhet qëndrojë atje? Vendi i çuditërave, edhe mund të bëjnë atë punë. Po ai me krimet, me ato që ka bërë, mendoj që është gjinata lirosh atë lloj. Mashtrimesh, vjedhësh që kanë bërë këta. Gjithë vjedhje, nuk mendoni se shkojnë për të paguar avokatët e huaj, për të paguar ku shkojnë bëjmë tigje jashtë shtetit? Janë që paguajnë avokatin me 2800 euro ora sa është. Çfarë thonë më shumë? Avokati të huaj nga jashtë. Tani, unë mendoj se çdo gjë është në sundimin e Allahut, ose shqip Zotit, edhe nëse Zoti do të bëjë diçka, avokat shqiptar kinez dëvi, dvine nga Japonia, nuk ka çfarë bë. Po thuhet se avokati është paguar miliona $. Nga Erion Veliaj. Tani këto taksa nga vijnë, janë taksat e qytetarëve të Tiranës? Po nëse nuk janë taksat e qytetarëve të Tiranës, ai bie të ketë bënë ai magji ose taksat. Ju si qytetar, mendoni se duhet lirohet Veliaj apo jo? Mendimi juaj, e doni Veliajin në Bashkinë e Tiranës apo jo? Përderisa nuk kam fakte, nuk mund të flas. Po të kisha fakte, absolutisht do isha me mendimin tuaj. Si kaluat? Nga televizioni Shpresa jemi. Si e shihni ju ardhin e një avokati të huaj për gjyqin e Veliajt? Profesioni i avokatit është profesion i lirë. Mund të iki kush doj. S'ka lidhje fare me problemin e Veliajt. Veliaj është përballet me ligj nuk lejohet që ta ushtroj profesionin. Është profesion i lirë. Patjetër, po. Nuk ka përderisa ligji thotë që është profesion i lirë, nuk ndalon dot askënd. Në ligjin shqiptar është ndaluar që një avokat i huaj të ushtrojë profesionin në Shqipëri, vetëm duhet të ketë tjetër, çdo kush, çdo shtetas i botës mund të marrë avokat ku të dojë dhe si të dojë. Tjetër gjë pastaj mbrojtja ligjore, si bëhet procedurat është tjetër problem. Okej, po thuhet se ky avokat është paguar miliona $. Si mendoni ju, nga vijnë këto para? A janë paratë e taksapaguesve? Pyetjen që bëhet në fillim ishte mbrapsht, tani është në rregull. Nëse gjykata me akuzat e prokurorisë arrin të provojë që ai ka abuzuar dhe ka para dhe me këto para bën të tilla veprime, është e thjeshtë kjo punë.
Prandaj paguaj me $100 milion, $100 milion, jo SPAK, jo KPG, KPL, KPN, 100 institucione dhe mbi 25.000 polici. Doni ju se do dënohet Velia apo duhet dali, ju si qytetar? Jo, përderisa ne kemi vendosur një sistem gjyqësor që shqiptarët po marrin kurriz me $100 milion, $100 milion mbajnë kurriz, ti shërbejnë shqiptarëve. Po pra ti shërbejnë shqiptarëve. Ka që është mbyllet e diskutim.